Analizojmë pak të fundit opozitën. Një vit me rëndësi ka qenë edhe ky për opozitën, për ato probleme, le të themi, apo fraksione brenda saj. Po do doja ta nisja tek pjesa e opozitës me protestat. Janë realizuar disa protesta përgjatë këtij viti, kombëtare pak, por protesta kapilare ka patur. Madje opozita quan protestën përpara Bashkisë Tiranës, atë që çoi në burg Erion Veliaj sipas opozitës. Gjithsesi, dua të flasim pak për organizimin e këtyre protestave. A kanë sjellë diçka ndryshe se opozita ka bërë protesta gjithmonë? Por nga protesta në protesta ka ardhur ndonjë element që realisht mund të ketë vështirësuar diçka, edhe pse me fakte ne s'kemi parë asgjë të ndryshojë? Protesta e fundit ishte një protestë që ja vlen të veçohet, sepse të tjerat mund të shkojmë deri tek protestat për bashkinë që ishin disi, kurse gjatë vitit në tërësi nuk ka pas protesta për të shënuar, madje edhe ato foltoret që nisën ishin diçka si për t'u thënë demokratëve, militantëve që ja jemi këtu dhe po protestojmë, si një justifikim brenda opozitës. Nuk mendoj se ka lëvizur në një gjë, edhe duket që edhe vetë demokratët janë të pakënaqur nga kjo status quo-ja që ka. Një protestë që flasin tre vetë, flet dhe zoti Berisha në fund me atë fjalimin që tashmë ne e njohim dhe e dim se pak a shumë se çfarë tone do ketë, çfarë përmbajtje do ketë, edhe përfundon. Pra, leadershipi i Partisë Demokratike nuk po di ta marrë revoltën e njerëzve dhe ta kthejë në më shumë se kaq. Premton gjithmonë që qeveria do të bjerë nesër, edhe kjo nesër ikën bëhet sot, ikën përsëri dhe nuk ndodh asnjë gjë. Dhe paralelisht me këtë kishim edhe, me që përmende fraksionet, kishim edhe lëvizjen e zotit Saliani. Dhe kjo tregon që ka një fragmentarizim të opozitës, ka një nevojë për të ndryshuar diçka. Ai vendosi Saliani në lëvizje disa ingranazhe? Ndoshta ai në një kuptim e sakrifikoi veten, ndoshta, se nuk e dim se ç'do të sjellë ardhmja, ndoshta nuk ishte fiks koha e dur, ndoshta duhet ishte pak më vonë lëvizja e tij, por këtu ka zhvillime shumë të shpirtshme që askush dhe askush Saliani nuk i parashikon dot, por ama një gjë të mirë bëri patjetër që i vuri në lëvizje dhe i detyroi liderët e PD-s të thonë se po bëjmë analiza. Nuk e di se çfarë përmbajtje kanë vërtet analizat që bëjnë, por diçka po lëvizën me foltoret, lëvizën me këtë protestën dhe ajo që bëri lëvizja e Salianit tregoi se vetë demokratët tashmë mendojnë se ka nevojë për një leadership të ri, ka ardhur koha që diçka të ndryshojë. Dhe në 2026 në prill janë zgjedhjet, por gjithsesi nëse zoti Berisha do të kandidojë në këtë zgjedhje, ndoshta nuk është se priten surpriza. Kjo protestë ishte masive, kjo duhet thënë. Po kur Berisha thotë që do të jemi ndoshta edhe përgjatë gjithë natës, në çdo ditë, se vetëm kështu mund t'i Edi Rama. Në fakt mund të ndodhë nëse mund të ketë një rezistencë? Ai mund të ndodhë nëse ai bën thirrje që të qëndrohet dhe të rezistohet për shembull përpara kryeministrisë apo kudo, por nuk e ka bërë këtë thirrje dhe nuk e dim se sa janë njerëz të gatshëm të sakrifikojnë. Ndoshta njerëzit janë të gatshëm se përderisa u mblodhën dhe erdhën nga gjitha qytetet e Shqipërisë sipas informacioneve që ne morëm, ata ndoshta janë të gatshëm, të paktën ta provojnë, se çfarë presioni mund t'i bësh qeverisë duke qëndruar aty, siç po qëndron fundit ai Adriatik Lapaj, po bën një tentativë edhe pse shumë të vogël, kur këtu mundësit janë, sepse Partia Demokratike ka sigurisht shumë mbështetës, kjo ende nuk tentohet dhe nuk e kuptoj pse është sikur i idhet ujë një zjarri që sa fillon të ndizet e shuajnë.